kemi një mundësi, por rreziku nuk është i vogël. Se cili është rreziku? Ademi nuk ka dashur me një për rrezikun. Shkurti i 92-s. Në shkurt të vitit 92. Ç'ndodhi këtu? Në fakt, mua më çoi fjalë Adem Jashari përmes nipit tim Adem Nures. Ja dhe në prekaz se kam një punë me ty. Mora veturën edhe shkova në prekaz. Kur shkova, ato kishin qenë Adem Jashari, Jakub Nura dhe Adem Nura. Natyrisht edhe Hamza e plakun në udë. Mirë po, qëllimi i Ademit që më kishte bo ftesën ishte për të gjetë një telefon dikun, dënte të kontaktonte direkt me Bacen Rifat Jasharin. Vllanë ti po. Edhe unë mendova ku është ma lehtë, ma thjeshtë, ma e mundshme, ma pak rrezik. I shpjegova se mundësit janë shumë të kufizuar për faktin se këtu në këtë banesë. Pse ty po të kërkonte atë gjë? Ma kërkonte sepse në radhë pare kishte besimin 100%, kishte besimin e plot. E dyta mund edhe ta ketë ditë që s'ma ka thonë, që mund të ketë dikush nga ta afërmit e mina i telefon. Po. Qëllimi ishte të kontaktoje me Bacen Rif. Po. Dhe i kemi hyrë në Gjermani, po. Po, në Gjermani, natyrisht. Baci Rif ka qenë në Gjermani. Baci Rif ishte aso kohë në Gjermani. Po. I thash, qëre, e kemi një mundësi, por rreziku nuk është i vogël. Se cili është rreziku? Ademi nuk ka dashur me një për rrezikun. Thash, e kam një djalë agje, i cili është 2-13 vjeç, sa më me sakt moshën aty diku. Thash që e kanë një telefon, e cili na mujnë me përdor pa asnjë problem, por në të njëjtën hyrje punonte një ish shefi policisë në faqezinë Ahmet Dobruna. Shqiptar thu, në vitin 92, po? 92-ën punonte dhe jetonte që në këtë hyrje këtu. Këtë ndërtesë, po? Këtë hyrjen e parë këtu. Po? Një katë ma poshtë se djali agjes tim. Dhe kur i thash se është shefi policisë, e dinte kush është Ahmet Dobruna. Po? Tha këtu jemi shumë ma të sigurt. Tha qysh ma të sigurt, kur ata e kemi të tha jaftosim revolin, tha qytu. Tha i thuj më nëzirë, na o përshkojmë bashkë. Edhe kemi ardhë. Jemi... I armatosur. Të tre ata kanë pas nga një Kalashnikov edhe bomba e revolit. Unë kam pas veç një revolit. Kemi orë pe prekazit, kemi ndjek rrugën alternative atje prekaz, ka Lushtak, ka Kodralit, e jemi dalë të lisat e zonit që i themi një në asfalt, dhe gjithni kemi orë dhe asfaltit, bili, blinda serbet të hyrja drenasit, natën gjithmonë rike. Ditën rrinte kjo niva që i thani, natën rrinte blinda. Po mirë, na kemi orë pas një problem. Të armatosur? Po. E kemi lo veturën qëtu, para të saj shkolle, shkolla fillore. Kjo shkolla fillore, atëherë që u e vllaznim bashkim. Po. Edhe, natyrisht me palltat, mbulume, jemi ardhë këtu, kemi hyrë këtë hyrje këtu. Po, vazhdojmë. Jemi në gjitë në katin e parafundit, se kjo nashtë është tash mbi ndërtim, ku ka qenë djali agjes dhe këtu... Në katin e dytë ka qenë djali agjes? Jo, kati fundit. A kati fundit djali agjes? Po i bie i katër. Ky shefi i policisë... Ai ishte në tretin. Në tretin. Ka dera ti duhet kalonim. Po. Edhe jemi fut hyri, jemi në ditë nalt. Kemi bo muhabet. Po. Kemi pi edhe qaj. Po. Ka morë. Besoj ka marrë një... Po, kjo këtu. Kjo këtu. Dhe hyrja kjo këtu, hyrja e parë.